Në prag të sezonit turistik, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndërmarrë një aksion për prishjen e disa objekteve në zonën e plazhit të Jalës në jug të vendit. Inspektorët e IKMT-s të shoqëruar nga forcat e policisë kanë hasur rezistencë nga pronarët e disa ndërtimeve që janë në plan për të shembur. Sipas raportimeve, pronarëve është lënë afat një ditë për të larguar pajisje dhe për të liruar ambientet. Megjithatë, shumë prej tyre kanë refuzuar të zbatojnë urdhrin dhe kanë kundërshtuar ndërhyrjen, duke i bërë të qarta qëndrimet të tyre kundër prishjes së objekteve, sidomos në këtë periudhë të ndjeshme të vitit. Ndërhyrja e IKMT-s ngre pikpyetje për kohën e zgjedhur për operacionin pasi përkohë me fillimin e sezonit turistik ku vendi pret mirëra vizitorë të huaj dhe vendas. Pamjet e prishjeve për plasjet me banorë dhe tensionet në Bregdet japin një imazh të zymt për një zonë që synon të jetë atraktive për turizëm dhe investive. Megjithëse ligjërisht mund të ketë bazë për aksionin zgjedhje për të ndërhyrë, pikërisht tani shihet nga disa si e qëllimshme. Kritikët kujtojnë se gjatë vitit zgjedhor aktiviteti këtyre subjekteve u tolerua, ndoshta për të ruajtur vota dhe qetësinë politike. Sot, pasi qeveria është konfirmuar në pushtet për një mandat të 4, duke se ka nisur pastrimi i vonuar i territorit. Operacioni pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa sytë e publikut dhe të turistëve do të mbeten të fiksuar mbi mënyrën se si institucionet e shtetit po menaxhojnë këtë përplasje mes ligjit, interesit publik dhe imazhit të vendit.